Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Me datën 07 mujtë 11 të vitit 2025, mujtë që sa po e lam, Bilal Kasami rimori postin për si ditë herë kryetar komune. Okej. Por, në komunën e Tovës u rreshtuan për fotosesion administrata komunale. Sa po mori mandatin e dytë, Bilal Kasami nuk humbi kohë për të treguar kush komandon me komunën. Të gjithë të punësuar në komunë, pa dallim se kujt i përkasin politikisht, kush nuk e simpatizon fare dhe kush nuk ka asnjë interes, u urdhëruan të paraqiten në zyrë për të fotografuar me shefin thojza detyrimi i pastër. Pa marrë parasysh se thonë iniciativat linden nga zyrat. Ky sken nuk ka asnjë lidhje me administratë, punë apo protokoll. Është rol kall politik, rreshtimi i stafit për nevojat e një personi që kërkon duartërkiqje të detyruara. Pat shkelje flagrante e neutralitetit politik. Administrata publike nuk është truproj propagandistike e askujt. Të vësh punonjësit në radhë vetëm për të përdorur si sfond fotografik është formë presioni që shkel çdo normë të shërbimit civil. Kur kryetari thret stafin për foto detyruese, ai keq përdor pushtetin. Administrata nuk është butik për imazh politik, por kështu po trajtohet. Presioni psikologjik i tipit bëhet se e di vetë çfarë ndodh po se bëre. Të gjithë e dinë si funksionon hierarkia në komuna. Askush nuk gëzon të thotë jo kryetarit të komunës, sepse frika nga hakmarrja administrative është e vërtetë. Ky nuk është suspekt, është frika e amballazhuar si ceremoni. Pra, etik zero, profesionalizëm zero, mentaliteti i viteve 90. Asnjë standard modern administrativ nuk e pranon përdorimin e punonjësve si dekor politik. Kjo është sjellje si primitivizëm institucional, jo udhëheqje. Pra kemi të bëjmë me shkelje etike, abuzim të autoritetit dhe presion të hapur ndaj punonjësve. Pa marrë parasysh se ata nuk do e pranojnë. Pra, ideet linden nga zyrat, nëpër zyra si zakonisht të punësuarit e ri. Dhe kuptohet hekin vallën. Çfarë do thotë formë presioni në administratë? Në administratën publike presion quhet çdo situatë kur një punonjës nuk vepron me vullnet, por nga frika e pasojave që vijnë nga shefi ose nga strukturat e pushtetit. Edhe kur nuk ka kërcënim të drejtë për drejtë, mjafton fakti që punonjësit ndihet i detyruar për shkak të varësisë nga pozita e prorit. Në rastin kur të punësuarit thirrën dhe arreshtohen për fotografi me kryetarin e komunës, pa mundësi refuzimi, kemi disa elemente tipike të presionit. Pra, hierarkia e pushtetit, kryetari ka autoritet mbi punonjësit, vetthirrja e tij krijon obligim. Askush nuk mund të thotë jo pa rrezikuar pasojat e heshtura. Frika nga ndëshkimi indirekt. Punonjësi e di se mosbindja mund t'i kthehet në problem, degradim, lënia armësh, përjashtim nga detyrat apo tensioni i qëllimshëm në vendin e punës. Kjo frikë mjafton që detyrimi të funksionojë. Pra, veprimi pa dëshiruar por i imponuar. Pjesëmarrja në një foto politike, ceremoniale apo propagandistike bëhet jo nga dëshira por nga frika dhe nënshtimi. Ky është presion psikologjik i pastër. Kur shefi përdor punonjësin si dekor politik, ai po ushtron autoritet për te funksionit, duke futur njerëzit në një situatë ku detyrimi maskohet si ceremoni, pra patëm keqpërdorim të autoritetit politik. Dhe për fund, formë presioni është çdo akt ku punonjësi vepron jo sepse do, por sepse i tremet hierarkisë. Thirrja e detyruar për foto me kryetarin nga stafi administrativ i tij, cilin Bilali mund ta refuzonte, por i erdhi mirë, bie fiks në këtë kategori. Administrata e komunës nuk është tifoklubi i kryetarit dhe as nuk është pronë private për fotot e detyruara. Pra, kemi një situatë e palakmueshme dhe pazakontë, e cila mbase bëhet për të ardhmen një dekor edhe për kryetarët e tjerë. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.